O Miri! Tu historia krevatit ma ke shpi, o Miri, se ti vetë veni legër, dhe ti doshit e Se s'kena më të vogla, hajt. Ty të mban historia krevatit shpi. Ka shketi? Ty të ma brikena. Ti ku krevati, Ty të ma falen dhe brikena. Roselinin që të mbron, Ty të ma brikena, brikena të ma. Musë të mbron brikena, asë jesë më. Jo, të ma brikena, ndoj, edhe të mbron, edhe të mbron. Selini, njeri paft. Brikena të ma ndoj. Mashkulli paft, që s'di lidhësh dy llafe. Njeri thot ty të ma Selin, tjetri thot ty të man brikena. Pra kemi dy burra që i mbakan femrat atje brenda. Nese. Tani, le ta marrim pak kështu fjalë për fjalë këtë dhe dialogu. Tani, okej, dakord, po jap drejt Mateos që i thot Mirit që të mban historia e krevatit. Okej, dakord. Po edhe Mateon e mban historia me brikenën. Dhe me thënë, Mateon e njofim nga historia me brikenën të paktën deri tash. Është një histori që është ngelur varë, pasqaruar dhe prandaj dhe Mateo është akoma interesant. Është djalë i mirë, është djalë i sinqert, pa diskutim, nuk i heq asnjë presë asaj që kam thënë më përpara, por kjo është e vërteta. Pra, nëse ai ka një historinë me Selinën, pra një aleancë me Selinën, Mateo ka një histori me brikenën. E para, e dyta, një gjë se kam kuptuar kur një lojtar i thot një lojtari tjetër, një banori tjetër, i thot ti je i paaft, ti je lojtar kot, ty s'të do njeri, ti ke marru punë etj etj. Nëse ai ka marru punë o ti Mateo, pse merresh me të? Mos u merr valla lere aty, lere se do dali një ditë. Se kuptoj pse merren me të kur ka marru punë. Apo ndoshta s'ka marru punë akoma dhe duhet më marr me të.